Jemi duke u shoqëruar me programin e mëngjesit këtu në Radio Televizionin 21. Është koha që jemi në bisedë me mjeku në studio. E kemi përmendje dhe sot në hyrje të këtij emisioni se minutat e sotme të bisedës do t'ja kushtojmë shtatzanisë të asaj, si të kemi një shtatzani të shëndetshme. Me ne në studio është doktor Memli Morina, obstetër ginekolog, me të cilin do të flasim rreth kësaj teme, dhe natyrisht edhe ju shikues të cilët keni për të bërë pyetje rreth këtyre çështjeve si duhet që ta kemi një shtatzani të shëndetshme, si të kontribuojmë që ajo të jetë e tillë, të gjitha këto mund t'i bëni deri afër orës 9. Doktor, mirëmëngjesi, mirë se vjen në emisionin tonë. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni me ne dhe me shikuesit tanë dhe do t'jepni këshilla për ta edhe sot sigurisht. Me kënaqësi. Mirë, pra sot do të flasim për shtatzanin e shëndetshme. Duhet sigurisht një para përgatitje për një shtatzani të shëndetshme, jo kur fillon ajo, por sa kohë para. Ideale do të ishte që paraprakisht, përpara se të ndodhë shtatzania, të bëhet një vizitë tek mjeku obstetër ginekolog për këto arsye. E para që identifikon ndonjë problemi mundshëm që mund të ekzistojë qoftë në organizmin e gruas apo të burrit, të sanohen ato probleme të mundshme, të jepen këshilla se si duhet fillojë një shtatzani dhe të përfundojë në mënyrë të shëndetshme, dhe ajo që është më e rëndësishme është të fillohet marrja në vitamine, e cila nuk është një vitaminë e zakonshme, është fjala për acidin folik, i cili duhet mirët disa muaj përpara se të ndodhë shtatzania. Acidi folik ndihmon e mbron, i ndihmon bebes që të mos ketë anomalitë të trurit dhe të parësisë kurrizore, ashtu quhet anomalitë të tubit neural. Duket pak e çuditshme pse u dashka të mirët një vitamin për beben kur akoma s'ka ndodhur shtatzania. Mirë po zhvillimi i qelizave të këtij sistemi fillon dhe pjesa kryesore e zhvillimit është akoma pa marrë vesh ajo grua që është shtatzan. Duhet ta kemi parasysh se vizita e parë, nëse ndodhin shtatzanie e pa planifikuar, vizita e parë tek obstetri ginekologu, kur e merr diagnozën ajo grua, i bjen që është java 5 ose 6. Si ndodh kjo, se çdo është e çuditshme për të gjetë? Kjo është e çuditshme, si ka mundësi që të llogaritet java 6, kur ka vetëm një javë ose 2 javë vonesë menstruacioneve. Për llogaritja bëhet nga dita e parë e menstruacionit të fundit, kjo është njëra prej llogaritjeve të javëve të shtatzanisë. Mënyra tjetër edhe me masinë e embrionit, mirë po kështu llogaritet. Kështu që tashmë kanë kaluar 2-3 javë kur fryti ka filluar të zhvillohet, dhe për këtë arsye duhet që në organizmin e gruas të ketë acid folik, edhe e cila duhet mirët, kjo vitamin duhet mirët me dozën 400 mikrogram. Por kur s'ka filluar më herët, atëherë vazhdohet nga momenti kur e kupton se ka ndodhur shtatzania, po? Skenari ideal do të ishte ky. Të fillon disa muaj përpara se të ndodhë shtatzania. Mirë po, nëse ndodhe kundërta, që të vjen edhe konfirmohet shtatzania në cilën do javë, atëherë fillohet menjëherë po atë ditë, dhe vitamina duhet të mirët deri në javën e 12. Atëherë llogaritet që përfundon zhvillimi embrional i frytit, dhe vitamina jo pse është dëmshme, mirë po mund të jetë e panevojshme, për shkak se s'ka ku vepron. Po, përgatitje tjera duhet bërë përveç acidit folik që duhet marrë? Duhet që të eliminohen mundësia që të ketë infeksion në organizmin e gruaje, pastaj duhet eliminohet mundësia që të përdor ilaçe ose të kryej procedura të cilat janë të dëmshme për një shtatzan. Për shembull, nëse një grua i pret menstruacionet orientimisht me datën 20 shkurt, për shembull, ajo dhe me datën 10 shkurt mund të jetë shtatzan. Dhe me datën 10 shkurt, për shembull, mund të marrë ilaçe ose mund të bëjë procedura të cilat nuk rekomandohen te një grua shtatzan. Për shembull, rrezet rentgen, nuk guxon një grua shtatzan të nënshtrohet rrezatimit me rentgen. Ka ilaçe të cilat nuk rekomandohen te grua shtatzana. Mirë po, kjo grua mund të bëjë këto procedura për shkak se nuk dyshon që është shtatzan. Pse të dyshoj kur është data 10 shkurt me datën 20 shkurt i pret menstruacionet. Dhe kur të bëhet data 27-8 shkurt dhe kur konfirmohet shtatzania, atëherë lind pyetja, po me datën 10 shkurt e kam bërë këto procedura, tash çfarë? Është një situatë shumë e sikletshme. Për shkak se duhet t'i themi asaj gruaje që këto procedura e rrezikojnë frytin, mirë po vendimi është shumë i vështirë. Kjo është arsyeja pse duhet bëhet kontroll paraprakisht, në mënyrë që të jepen këshilla që çfarë duhet bëhet në mënyrë që shtatzania të fillon dhe të përfundojë pa probleme. Ashtu duhet të jetë, për shkak se çdo shtatzani është destinuar që të përfundojë me lindje me një bebe të shëndoshëm, nëse vazhdon dhe përfundon në mënyrë të tillë.
për shkak se 90%, 85-90% është shtatzanive janë kryesisht normal. Mjafton vetëm përcjellja rutinë tek mjeku. Po, sa i përket mashkullit, babai duhet edhe ai të ketë, më pas do të flasim edhe për përgatitjen psikike, por fizikisht po mendoj mund edhe problemet në organizmin e tij të bartën tek fryti? Patjetër, shtatzania është produkt i përbashkët i çiftit. Dhe mënyra e shëndetshme të jetuarit vlen për të dy partnerët, për burrin edhe për gruan. Bile inkurajohet, është diçka domosdoshme, jo vetëm se është alternativë e rekomanduar, mirë po është domosdoshme që krahas gruas shtatzën dhe asaj grua që provon të ketë një shtatzani, gjithmonë afër saj të jetë edhe burri. Për shkak se është përgjegjësi, shtatzania është një ngjarje e mrekullueshme për gruan. Mirë po jo vetëm për atë. Edhe për çiftin, edhe për familjen, mirë po edhe për krejt shoqërinë. Po, çka do të bërë tutje, do të thotë, pasi që çifti do të thotë ka bërë vizita të rregullta tek mjeku dhe planifikon një shtatzani, çfarë më tutje? Nuk do të thotë që në atë muaj që planifikohet shtatzania duhet patjetër të ndodhë ajo. Mund të kalojë 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj, 10 muaj dhe nuk është problem. Sipas definicionit, duhet të kalojnë 12 muaj marrëdhënie të rregullta, të pambrojtura seksuale, dhe nëse nuk ndodh shtatzania pas kësaj periudhe, tek atëherë konsiderohet si problem dhe duhet të ulëmtohet shkaku sepse nuk po ndodh një shtatzani. Deri në atë kohë, çifti duhet sillet normalisht, faktikisht ata konsiderohen persona të shëndosh dhe duhet pritet një shtatzani spontane. Në njëjtën kohë do të mirët acidi folik një herë në ditë. E kemi telefonuesin tani që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Jam një qytetar për Prishtinës dhe jam interesuar me ditë, me pyet doktorin, ginekologun, sa janë shancat me 0,01% nga ana e mashkullit. Çka 0,01%? Pak më konkretisht lutem zon. Për çka është fjala 0,01%? Te spermogrami i mashkullit. Mirë, fillimisht spermogrami interpretohet me numër total të spermatozoideve, lëvizshmëri, forma normale dhe në bazë këtyre parametrave kalkulohet edhe mundësia që të ndodhë një shtatzani. Ka metoda të cilat e bëjnë të mundur që një grua të mbetet shtatzën dhe nëse spermogrami ka mangësi serioze, normalisht ka kufi, ka vjet kuqe, mirë po me përqindje në këtë mënyrë siç e thoni ju, vështirë se ndoshta ju është interpretuar gabimisht ose ju keni kuptuar gabimisht, mirë po rangohet në bazë të vëllimit të spermës, qelizave, spermatozoideve në kuadër të asaj sperme, lëvizshmërisë, formave normale dhe jo normale e të tjera. Mirë po sido që tjetë është vështirë që tipet i përgjigje tillë siç po thuani ju me përqindje. Mirë, nëse e kemi telefonuesin tjetër? Alo? Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Të përshëndesim. Përshëndes ju dhe stafin e Mistanishi, desha të bëj një pyetje mjekut. Po dëgjojmë. Vetëm urdhët, lutem. Kam lind të 3 muaj, është fëmia i tretë, por menstruacionet hala nuk më kanë ardhur. Me 2 fëmijët e parë që kam bë, më kanë ardhur më një herë. A bën me ditë çka më pyetje? Kjo është një gjë krejtësisht normale zonë. S'keni nevojë që të bëheni merak për këtë problem, thojë në fakt nuk është fare problem. Pas lindjes, vezorët akoma nuk e marrin funksionin siç e kanë pas përpara se ju të mbeteni shtatzën. Vezorët janë ato organet të cilat prodhojnë hormonet femërore, të cilat e bëjnë mitrën që të zgjakderdh në baza mujore. Pas lindjes, veçantin që se e keni bebe me gji dhe uroj ta keni duke ushqyer bebe me shumë zgjiri, për shkak se është ushqimi më i mirë e mundshëm për frytin, atëherë vezorët janë në fazën e pushimit dhe rrjedhimisht ju nuk do të keni menstruacione. Dhe ka mundësi që të mos keni menstruacione edhe 3-4 muaj, 5 muaj të ardhshëm. Pyetja shumë e logjikshme e juaj e pse në shtatzani paraprake ju keni pas menstruacione më herët, se në këtë periudhë, 3 muaj pas lindjes, është mundur që ju të herët e kaluar të mos e keni ushqyer bebe me gji, mirë po dhe secila shtatzani është një përvojë në vete dhe organizmi juaj sot nuk është ai që ka qenë para 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet kur e keni pas lindjen paraprake. Si përfundim, unë nuk mendoj se duhet bëni
merak për këtë punë. Mirë po duhet ju them që gjithëdhënia është një metodë e mbrojtjes nga një shtatzani e ardhshme, mirë po jo 100% efektive. Kështu që nëse e shinit nevojshme, dhe nëse keni në shenjë tjetër subjektive, është mirë që të konsultoni me mjekun tuaj, sepse edhe në këtë periudhë është e mundur që të ndodhë një shtatzani, edhe pse beba juaj që sapo keni lindur i ka vetëm 3 muaj. Mirë, doktora, mund të ndodhë shtatzania me qenë se jemi të kjo temë ende pa pasur ciklin e parë nga lindja e frytit të kaluar, bebës të kaluar? Po. Sepse ndonjëherë thuhet që nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. E thash, do thotë gjithëdhënia është një metodë kontracepcioni, që do thotë por jo 100% e sigurt. Asnjë metodë në fakt nuk është 100% efektive. Dhe është e mundur që një grua të mbetet shtatzën derisa ka fëmijën paraprak në gjë. Edhe kjo nuk është një skenari preferuar, për shkak se në atë periudhë pa dieni mund të marrë ilaçe ose mund të bëjë procedura që mund ta rrezikojnë frytin që është duke u rritur dhe ajo nuk e din që është shtatzën. Në fakt, ndonjëherë ndodh që gratë marrin vesh që janë shtatzën atëherë kur ndin diçka që po lëvizën barkun e tyre, kur lëviz bebë. Tash kjo ndodh gjithmonë më rrallë, për shkak se aparaturat e sotme e mundsojnë sigurimin e shtatzanisë shumë më herët, mirë po si përgjigje po është e mundur që edhe në grua e cila sapo ka lindur 3-4 muaj mas lindjes, është e mundur që të mbetet shtatzën. Mirë po, vazhdojmë aty pra se si të kemi një shtatzani të shëndetshme, do të thotë janë bërë të gjitha vizitat rutinë të çiftit dhe ka ndodhur shtatzania. Çfarë sjellje duhet pas, si duhet jetuar stili jetës, mënyra të ushqyerit? E para nuk duhet të medikalizohet shtatzania. Nuk duhet të konsiderohet si problem, si sëmundje. Është një ngjarje krejtësisht normale fiziologjike në organizmin e asaj gruaje. Dhe ajo duhet të vazhdojë të sillet në mënyrë të tillë. Mirë po duhet bëjë disa modifikime të cilat janë krejtësisht vogla atleta. Në radhë parë ka të bëjë me ushqimin. Ajo duhet të hajë çfarë do që i pëlqen, mirë po duhet t'ia përparësi frutave, perimeve dhe ujit. Sasia e lëngjeve që sjellim në trupin tonë është shumë e rëndësishme dhe tek shtatzënët rekomandohet që sasia e ujit që ajo pin të jetë të paktën 2 litra. Nëse pin më shumë se 2 litra, organizmi e largon përmes urinës dhe nuk është më keq, po është më mirë. Ushqimet që nuk rekomandohen janë ushqimet e shpejta, të cilat bëhen me mish, me vezë dhe me qumësht të papërpunuar termikisht. Proteinat në fakt. Çfarë që bëhet në zgar, që është mish i papërpunuar siç duhet termikisht, ose vezët që nuk përpunohen termikisht, siç janë majonezë për shembull. Ushqimet e shpejta, thash, si përmbledhje, pastaj ushqimet që kanë shumë sheqer, torta, kullore, çokoladata, nuk rekomandohen, për shkak se ato japin kalori. E kalorit tek shtatzëna nuk janë të nevojshme, janë të nevojshme vitamina dhe mineralet. Kalorit janë të tepërta. Ajo dhe kështu të shtoj pesh. Gabimi shumë i shpesh që bëjnë shtatzënët, që në fakt influencohen për njerëzve për rreth, është që hajnë 2 fish më tepër, hajnë për 2 vete, që në fakt nuk është e nevojshme. Nevojat për kalori rritën tek një shtatzën vetëm për 300-500 kalori dhe atë në muajin e 5-6. 300 kalori i bjen 4-5 molla, jo 2 fish më tepër se sa përpara. Kështu që ato duhet të jetojnë normalisht. Është shumë e rëndësishme që të shmangen tymit e duanit, jo vetëm pirja e duanit, mirë po dhe qëndrimi në ambiente ku tjerë të pinë duanit është rrezikshëm dhe duhet ta them që dhe alkooli është nuk rekomandohet të pihet nga konsumohet nga gratë shtatzëna. Përndryshe shtatzënia vazhdon edhe rrjet normalisht. Këto javë të para të shtatzanisë është ajo koha kur fizikisht ajo grua nuk vreqë shtatzën, në pamje të jashtme. Dhe e tillë do të jetë deri në muajin e 4-5. Tek muajin javën e 16-17 fillon të rritet barku dhe në fizionomi dikush e sheh që pas ka diçka të re, që ka shtatzën. Deri në atë periudhë të tjerët për rreth, kolegët e punës, anëtarë tjerë të familjes mund të mos e dinë që ajo është shtatzën, mirë po emocionalisht ajo grua është krejtësisht ndryshe sa çka qenë përpara. Është shumë e ndihshme, reagon me emocione, çan shumë shpesh, nervozohet shumë kollaj dhe ka ndryshime të gjumit. Shpesher ka dëshirë që të flejë më tepër, mirë po ndonjëherë edhe mund të ketë pagjumësi. Dhe është karakteristike që mendimet dhe ëndrat të këto gra janë të zymta, pa bazë, pa arsye. Po kjo nuk është parashem se diçka keq po do të ndodhë. Është normale, do të thotë. Është normale, ndodh shpesh, është ndikimi i hormonave të shtatzanisë që nuk e lënë edhe trurin indiferent. E thash këtë për shkak se të tjerët në kolektivin e punës ose në familje presin që ajo grua të jetë efektive në punë, siç ka qenë përpara. Ndërkohë që ajo ndoshta ka pas një natë pa gjumë, ka pas mendimet të këqija, thjesht ka brenga dhe
e thash emocionalisht, e grua është ndryshe me çka qenë përpara. Kështu që duhet pas kujdes, do të tjerët në rastet kur e dinë se... Po tash është vështirë se ajo grua shtatzën, ndoshta e ka me siklet që të thotë të tjerëve që unë tash jam shtatzën, mirë po të paktën ajo ta di që organizmi i saj është ndryshe sa çka qenë përpara. Dhe të mos e shtyj veten, të mos bëj presion vetvetes për shkak se i ka limitet e veta edhe kjo situatë. Po, tuti jeta duhet vazhduar njëjtë. Ushtrimet fizike janë ato të cilat preferohen në ditët e sotme të bëhen nga të gjithë. A guxojnë shtatzënat dhe sa është e lejushme që të bëjnë fitness? Po, aktiviteti fizik gjatë shtatzënisë duhet të jetë në përputhshmëri me aktivitetin fizik përpara shtatzënisë. Nëse grua shtatzën, grua që aktualisht është shtatzën, është marrë paraprakisht me fitness, mund të vazhdoj pa problem të mirët me fitness. Mirë po normalisht me disa kufizime, goditjet, ushtrimet të cilat bëjnë presion në bark, ato nuk rekomandohet. Mirë po treadmill, tepi i lëvizjes, bicikleta, ushtrimet pesha të lehta, aerobia, këto patjetër që rekomandohen. Mirë po, nëse një grua që është shtatzën paraprakisht nuk është marrë në asnjë sport dhe tash provon që gjatë shtatzanisë të nisë me ushtrime të tilla, duhet ta ketë parasysh që muskujt e saj janë ndryshe se çka qenë më parë dhe mund të ketë pezmatime ndezit të muskujve. Jo pse nuk rekomandohen këto ushtrime, mirë po duhet pasur kujdes. Patjetër që mund të mirët, qoftë me vrap, qoftë me fitness, qoftë me pilates, qoftë me aerobi. Mirë, kemi prap telefonues, po e marrim një tjetër, alo? Apo në dëgjon? Apo në flet? Mirë mëngjesi. Desha më bën një pyetje doktorit, jam 14 vjeçare, edhe fëmijën më të vogël e kam 8 vjet për mëm. Po për që kam lind ato, menstruacionet nuk kom vinë gati në 3 muaj, 4 muaj, po shkon edhe 6 muaj, 7 muaj mos më ndërhy për shembull me liftje ose me kokra. Edhe sa kom qenë te mjeku, ka thënë që nuk ka tjetër, edhe kom bërë dhe analiza, mirë më ka ndalë, vetëm që do të nuk më kanë preferu me përdor as kokra, as liftësi kundaj mbrojtjes. Shtatzënia, adin për me lindë. Edhe kanë thënë që veç mas mirë të është për shembull më smuru. A vukton me pas mardhoni, po në jam ka frigona që më spëja shtatzën, se puna që i kam 3.000 me operacion. Edhe shka kisha mujtë për shembull me bo, a kisha guzu për shembull me vazhdu me pas mardhonje me burë, apo me ndërhy diqysh. Se puna që mes me ndërhy, kështu përmenoj me njëkësi ose me kokla, së më vinë heqë. Edhe kur e kom pyet mjek që gjëja e kom vjetë për mësë më morë menstruacionet, nuk ka të jo, se nuk e ki moshën, hale për me hynë pauzë, për mendoj. Çfarë moshe keni edhe njerë, lutem? 14. Po, me sa kuptova, ankesa juaj është, ose pyetja juaj ka të bëjë me ciklin më të rrallë menstrual. Keni më rrallë gjakdere menstruale, dhe kjo ka ndodhur mas 3 lindjeve me prerje cesariane. Në fakt, gjakdera menstruale ndikohet nga hormonat e shtatzanisë, mirë po ato janë vetëm ato që ka shohim ne, skena. Mirë po duhet të shohim edhe arsyet, mos ndoshta diçka tjetër, në disekuilibrim hormonal mund të ketë shkaktuar këto probleme. Kam fjalën kryesisht për hormonet e gjendrës tiroide, të cilat janë bukur të shpeshta në popullatën tonë, dhe të cilat përmes një mekanizmi bukur të komplikuar ndikojnë që vezorët të mos punojnë me ritmin se që kanë punuar më parë. Ndonjëherë mjafton që një korrigjim i vogël në punën e gjendrës tiroide të ndikojnë në normalizimin e punës së vezorëve në gjakderën e rregullt menstruale. Normalisht ndikon në mënyra juaj e tjesës, pesha juaj trupore, është një kompleks i faktorëve të cilat ndikojnë në gjakderën menstruale. Pajtohem që mosha 40 vjeçare është mosha e re për të futur në menopauzë. Është ajo periudha kur përfundimisht që nuk do të kene me menstruacionin, mirë po nuk është e pamundshme, sepse ka raste kur ndodh menopauza hershme, e cila mund ndodhë në moshën 40 vjeçare, mirë po edhe më herë. Mirë po është moshë e re, pajtohem, mirë po mendoj që duhet bëjnë hulumtime më detajuara edhe në gjendra tjera, jo vetëm në punën vezore për të parë mos ka ndonjë problem që mund të reflektohet në gjakderën menstruale. Mirë, më duket se edhe një tjetër telefonues e kemi në linë, do ta inkuadrojmë, alo?
Nëse dëgjuemi? Alo, mirë mëngjesi. Desha me bo një pytje, jam në shtatë zonë ka thonë mjekja që kanë zonë devës një që nuk deshët, një orita. Pse është të mundshme? E dëgjuat edhe një herë? Çfarë të është thënë? Bebës, kanë zonë një që nuk deshët. Zgjeron veshkët. Pse ka mundësi që më do? Po, mund t'jenë probleme shumë serioze, mirë po mund t'jenë edhe probleme benigni, ose mund t'jenë subjektive, që na është dukur neve që veshkat e zgjeruara. Ndodh shpesher që në drenimin, se duket të çuditshme, mirë po dhe frytin brenda mitën e nënës urinon. Dhe mund të ketë probleme në drenimin, në kalimin e urinës, të cilat mund të bëjnë që urina të grumbullohet në pjesë më sipërme, qoftë në ureter, në atë kanalin që nxjerr urinën prej veshkës, qoftë edhe brenda në veshkë. Është mirë që të hulumtohet dhe të shihet, mos ndoshta ka edhe një problem tjetër, mirë po duhet ta keni parasysh që mundësia për të ndihmuar kësaj bebe është e vogël sa është në barkun e nënës, mirë po ndodh shpeshherë që ajo që na duket neve që është veshkë e zgjeruar, pas lindjes për shkak të ndryshimit të pozitës së bebes, drenohet urina dhe ajo shkarkohet. Mirë po nëse është java 16, 15, 17, mendoj që është hera që të nxirren konkludime të tilla. Si duhet sillet në këto raste? Ekzaminimi detajuar ultrasonografik duhet bëhet tek mas 4-5 javësh, java 18-21. Dhe e thash, kjo gruaja është azem përveç që të jetojë shëndetshëm, nuk ka se çfarë të bëjë tjetër. Më vjen keq që ka një shqetësim tillë emocional, mirë po duhet t'i them që nuk ka vepruar, nuk ka bërë asnjë veprim që ka favorizuar këtë gjendje, ose nuk ka lënë gjë pa bërë që ka mujt ta parandalojë këtë problem. Pa marrë që është problem, por ka mundësi që të jetë kryesisht diçka benigne. Po. Edhe një telefonues po e marrim për të vazhduar më pas me pjesën tjetër të bisedës. Alo? Alo? Presim pak? Nëse mundemi tani inkuadrojmë telefonuesin tjetër? Mirë mëngjesi. Edhe për juve mirë mëngjesi. Ndoshta një pyetje për mjekun. Po? Që 7 vjet e kom një vajzë. E kom një vajzë dhe atëherë tash të ju mbu më rak për me met 7 gjamë, po nuk po mundën me met. E menstruacionet e bardha po kom shumë. E kom pa një kontrol, ma ka qenë një paripoksioni, e për kaq ndoshta më ja bën një pyetje mjekut. Faleminderit. Kjo gjendja juaj quhet sterilitet ose infertilitet sekondar, që do thotë ju e keni një fëmijë, provoni të keni një fëmijë tjetër, mirë po nuk po ndodh shtatzania. Nëse kanë kaluar më shumë se 1 vjet dhe përpiqen që ta keni një fëmijë tjetër, me sa mora vesh kanë kaluar 7 vjet nga lindja e fëmijës paraprak, atëherë plotëson kushtet që duhet bëni ulëmtime shumë serioze për ta pa pse nuk po ndodh një gjë e tillë. Ka shumë faktorë, në fakt janë me qindra faktorë, mirë po ata kryesor janë qeliza vezë tek ju, aprodhohet në mënyrë të rregullt. Mos ndoshta ka një problem me qelizat mashkullore, do thotë me qelizat spermatozidit e burrit tuaj, dhe duhet fshihet edhe kalueshmëria e tubave, e kanaleve të mitrës. Për të ndodhur shtatzania duhet që qeliza juaj vezë, e cila prodhohet, duhet të prodhohet një herë në muaj, të takohet me qelizën mashkullore dhe rruga midis tyre të jetë e hapur. Ka mundësi që tubat e mitrës të bllokohen, qoftë pjesërisht ose tërësi, dhe fakti që ju thatë që keni sekrecionet bardha, që është një term i cili përdoret nga gratë kur duan thonë që kanë infeksionet të shpeshta, ka mundësi që të jetë komprometuar qarkullimi, kalueshmëria e tubave të mitrës. Kështu që unë ju sugjeroj që të konsultoni me mjekun tuaj dhe në mënyrë shumë të qartë ta bëni strategjinë e mjekimit. Ta definoni se cilat hapa duhet të ndiqen në muajt e mbijim në mënyrë që të ndodhë një shtatzani. Nëse ju pritni që kjo të rihet kohës, atëherë me kalimin e muajve, ky problem mund të thellohet për shkak se nis edhe shfaq efekte e saj dhe komponenta psikologjike, e cila shpeshherë në mënyrë shumë serioze e komplikon këtë problem. Kështu që rekomandoj që sa më shpejt të konsultoni me mjekun tuaj për ta përpiluar një strategji shumë të definuar në kohë se çfarë hape duhet bërë dhe kur, në mënyrë që të pritet deri në shtatzani tjetër. Uroj që keni një shtatzani sa më të shpejtë dhe shtatzani të mbarë.
Mirë, po vazhdojmë bisedën ndonë se ka vazhdimisht telefonues, por të sqarojmë edhe disa çështje të tjera. Një shtatzani e shëndetshme nuk kupton edhe një veshje komode, këpucët po ashtu duhet të jenë komode, sjelljet gjatë ditës, mënyra e qëndrimit, cilat janë më korrekte, si duhet t'i bëj një nënë e re, po mendoj. Qëndrimi në taka bën trupin e femrës duket shumë elegant. Mirë po, me kalimin e javëve të shtatzanisë, me kalimin e muajve, pesha trupore shtohet. Dhe kryesisht shtohet peshë trupore në pjesën e përparme të trupit, në pjesën e poshtme të barkut, që do thotë muskli e shpinës duhet trinë shumë atë të kurrur, në mënyrë që të mahet busti drejt, mahet shpina drejt. Kur kësaj shtohet dhe gjatësia e takave, e sa më e lartë, aq më e theksuar do të jetë lakimi i shpinës ose lordoza, kjo bën që muskujt të jenë të shtrënguar. Dhe shkakton dhimbje të muskuleve të shpinës dhe të kërsinëve dhe të kofshëve. Edhe normalisht gratë shtatzana kanë ngërçet të kofshëve, të pjesës së këmbës përfundit të gjujve dhe ngërçet të barkut. Mirë po, qëndrimi në taka për një kohë të gjatë e komplikon këtë situatë. Tash nëse është një situatë ku një aheng, një ceremoni ku duhet, atëre ku duhet duket me eleganta e grua shtatzana, nuk e ndikon nëse është 2-3 orë, 4 orë. Mirë po nëse këpucët me taka janë pjesë e përditshme e garderobës në grua shtatzan, duhet ishte kundërta. Veshja për një grua shtatzan duhet jetë veshje komode, e rehatshme, dhe me këpucë të sheshta. Jo të rafshta, ndoshta këto baletangat, që këto janë, edhe këto mund të jetë problematike, mirë po këpucë që të jenë të rehatshme për një grua shtatzan. Sjelljet gjatë jetës, gjatë përditshmërisë të një gruaje shtatzan duhet të jenë të njëjta në punë, në shtëpi, obligimet e tjera të cilat ato duhet t'i kenë, nëse kanë fëmijë të tjerë, a guxojnë që t'i marrin pezull, si duhet sillen? Patjetër, ato mund të sillen normalisht sikurse edhe më parë, mund ta peshojnë bebin e tyre, normalisht nëse kanë bebën një vjeçare, nëse është beba më e madhe, atëherë mund të ecën vetë, mirë po punët e zakonshme të përditshme mund t'i kryejnë pa problem. Mund të vëzisin veturën, mund të shkojnë në punë. Edhe pse ligji i jep drejt shtatzanave që ta marrin pushimin disa javë përpara lindjes, ato praktikisht mund të punojnë deri një ditë përpara se të lindin. Nëse ndihen mirë. Shëndetshëm, që se ndihen mirë. Kështu që shtatzani nuk duhet marrë si një gjendje, si një smundje, por si një procedurë, si një periudhë krejtësisht normale në jetën e asaj gruaje, mirë për këto kufizimet që i shfaq qoftë komponenta psikologjike, qoftë ngarkesa fizike ose stres e tjera të cilat mund ta ngarkojnë akoma më tepër organizmin e kësaj gruaje. E pata fjalën që nuk duhet të trajtohet si proces jo normal. Shtatzania është krejtësisht normale, ajo gruaja mund të udhtojë me veturë dhe mund ta ngas veturën pa problem. Po, shtimi i peshës e dim do të thotë se është proces normal, por rrallë ndoshta gra apo femra shtojnë peshë aq sa është e lejuar, duke ditë që ekziston një limit. Çdo herë ndodh ndoshta që të shtohet më tepër. Në fakt, me kalimin e viteve, gratë shtatzana gjithmonë më shumë përvetësohen. Dhe shtimin peshë thotë edhe ju shumë mirë që është normal. Është pashmangshme që të shtohet peshë. Mirë po, nëse respektohen këto rekomandimet, këshillet për mënyrën e të ushqyerit dhe për aktivitetin fizik, atëherë pesha trupore do të mbetet në kontroll. Rekomandohet që pesha trupore që shtohet prej fillimit deri në terminin e lindjes, deri në lindje, të jetë 10 deri në 15 kg. Dhe nëse këto këshilla përfillen, atëherë nuk do të shtohen më tepër se kaq kilogram. Pyetja është, a ka të bëjë shtimin e peshë vetëm me çështjen estetike apo edhe me arsye shëndetësore? Në fakt, ka të bëjë edhe me arsye shëndetësore. Nëse një grua shtatzan i shton 30 kg, nuk është njëjtë sikur t'i shtojë 12-13 kg. Me shtimin e peshës mund të ndodhin komplikime shumë serioze në shtatzani. Domethënë, pesha trupore do të mbahet në kontroll, jo vetëm për shkaqe estetike, por edhe për shkaqe shëndetësore. Pesha po ashtu shtohet më tepër dhe gjatë muajve të fundit, kështu që ndonjëherë ndoshta një femër duket se nuk po shton edhe shumë peshë, mirë po më tepër shtohet në muajt e fundit, nga muaji 8, 9, kështu. Po, pesha trupore është me shtatzana bëhet me dukshme me kalimin e muajve. Mirë po, nëse pyetja juaj kishte të bënte me pamjen e gruas shtatzan, nëse një grua shtatzan i duket që barku nuk e ka as të madh, sa duhet të ishte, atëherë kjo është shqetësim psikologjik, duhet ta ndajmë mjekun e vet.
Unë po mendoj në atë që ndoshta nuk duket që ka shtuar shumë peshë kohë më herët dhe janë më të pakujdesshme më pas edhe në ngrënien e ushqimeve më të tepërta. Ndërsa tek më vonë shohin se veç ashtu peshë ndoshta e tepërt. Po, keni drejt. Me kalimin e muajve, pesha trupore shtohet gjithmonë më shpejt. Duhet ta keni parasysh që me kalimin e muajve beba mund të ketë një peshë 2 kg, gjysmë litre është lëng amnial, placenta, mitra, mrin peshën deri në 2 kg, që 60 kg ka vetëm në pjesën e përparme të barkut, pa marrë pa llogaritë dhe pjesën tjetër të peshës që është gjithandej nëpër organizëm. Po, nuk e di nëse kemi prap një tjetër telefonues që po na pret, do ta kishim marrë sërish, alo? Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Desha të tësë mjekon. Jam artu që 3 vjetë, nuk kam fëmijë. Më ka thonë doktori, e ku po kontrolën, më ka thonë doktori që ki infekcion edhe nervoz tepër. Ishe nervozën. Mirë, vlen përgjigja sikur para dëgjuesem para prako ose atë të parafundit. Do thotë duhet u lëmtohet, që se kanë kaluar 3 vjet duhet u lëmtohet për arsye në pse nuk po ndodh një shtatzani. E ka pasur me drejt mjeku që ka thënë që duhet ta heqë një stresin. Mirë, për fat keq stresi nuk është një xhemper që e largon prej trupit edhe gjunë në fund dhomës. Kur ne themi vetvete që nuk duhet të kem stres dhe shqetësohem, në fakt akoma më tepër shqetësohemi. Nëse është e mundur largoni stresin, mirë, po e di që është shumë e vështirë, por ju rekomandoj që të ndiqni këshillat e mjekut dhe të mjekoheni për këtë shqetësim. Për shkak se thuhet, është fakt shkencor që me kalimin e muajve stresi vjen edhe shtohet. Në fakt, fakti që nuk mbetet shtatzën një grua mund të bëhet shkak që ajo të mos mbetet shtatzën, për shkak të ngarkesës shumë të madhe psikologjike. Kështu që rekomandoj që sa më shpejt të konsultoni me mjekun tuaj dhe të bëni një plan të mjekimit për problemet që keni. Nëse kemi edhe një tjetër telefonues po e marrim tani, alo? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ju përshëndes juve në studio, gjithashtu edhe doktorin. E kam një pyetje. E kam vajzën 2 vjeç. Është puna që nuk mendoj me planifikuar dhe 2 vite tjera me mbet shazan. Kështu që është e dëmshme për shëndetin edhe a ka pasoja. Se po dëgjoj fjalë, kështu që deshta edhe prej doktorit, me qenë se kontrollat për vajzën e parë i kam bate doktori, edhe deshta edhe një përshëndetje kështu të me bo këta doktorat që kanë punë me grashta zona, mjek tjerë që kanë me të moshurit, për fëmijët, mësuesit ose profesorat, mendoj që duhet t'i kenë ka 2 profesione. Edhe psikologjin, edhe me pas punë ma shumë e nerva. Për doktorin muna me thonë se i ka 2 profesionet, po mendoj që duhet me pas edhe psikologjin, sepse për një grusht azan për herë të parë, nëse s'jepen fjalë të mira, nëse nuk të këshillon mirë një doktor, atëherë le t'jep barna, le t'jep çka duan, ato nuk ndihmojnë sa që ndihmojnë fjalët e mira. Edhe shtytja për me arrit diçka të mirë, edhe qyshimi në nonat shtazonat ndjeshme, mendoj që na duhen vetëm fjalë të mira. Mirë, kështu që ju përshëndes shumë. Ju falenderoj për pyetjen edhe për fjalët e mira, po përgjigjen direkt në pyetjen e juaj. Është pyetje shumë e shpeshtë dhe bëhet mirë që u inkuadruat që ta bëni këtë pyetje. Ekziston meraku të gratë që nëse ato pauzojnë, nëse nuk duan të kenë një fëmijë 2-3 vjet, atëherë kur ato do ta planifikojnë të kenë një fëmijë, do ta kenë më të vështirë, që s'është e vërtetë. Do thotë, ju mund të mbroheni në cilën do mënyrë, me cilën do metodë kontracepcioni, dhe gjasa që të keni shtatzani tjetër nuk do të ulën. Edhe pse me kalimin e viteve organizmi juaj nuk do të jetë ai që ka qenë paraprak, mirë po kjo nuk e komplikon situatën. Nëse ju nuk e planifikoni që të keni një shtatzani tjetër 2-3 vjet e ardhshme, unë ju rekomandoj që të mendoni për një metodë kontracepcioni. Ka metoda të ndryshme,
Mirë po, ka metoda shumë efektive, kështu që nëse ju keni karrierën përpara, se keni plane tjera, është mirë që të mendoni për një metodë të sigurt të mbrojtjes nga një shtatzani. Mirë po, duhet të siguroj se kjo nuk do të pengoj që do ta keni një fëmijë atëherë kur do ta keni në plan. Cila është mosha më e preferuar të thotë e lindjeve të fundit, nëse mund të themi? E keni fjalën për lindjen e fundit, po. Me kalimin e viteve, organizmi i gruaje pëson ndryshime, është normal. Mirë po, mbi moshën 40 vjeçare, organizmi i saj do të jetë ndryshe. Por nuk do të thotë që një grua 42 vjeçare do të ketë një shtatzani shumë problematike krahasuar me një vajzë 22-23 vjeçare. Mirë po duhet të ketë parasysh me kalimin e viteve, mund të ketë komplikime qoftë me enë të gjakut, smundje të zemrës, shtypjen e lartë të gjakut dhe probleme të tjera. Mirë po nuk duhet të shkaktoj panik që një grua mbi 40 vjeç nuk guxon të mbetë shtatzan. Korat kanë ndryshuar. Ka qenë normale që një grua para 30 vjeç, moshën 42-43 vjeçare të rinë fëmijë. Sot vajzat edhe në Kosovë jemi pjesë e një kontinenti që është i qytetëruar, vajzat kryejnë fakultetin, duan të krijojnë karrierë dhe tek atëherë të krijojnë familje. Që kjo bën që moshat e fëmijës së parë të jetë më shtyrë. Kështu nuk dua me këto fjalët e mia të ngjall dyshim ose panik për shkak se edhe një grua 37 vjeçare, 42 vjeçare mund të lidh, të ketë shtatzani të shëndetshme dhe foshë të shëndetshme. Dhe fëmijë të shëndosh. Mirë po duhet të ketë kujdes ndoshta pak më të afërt nga mjeku. Ndalemi pak tek terapia. Metodat e përcjelljes së shtatzanisë, nëse mund të them, nga një ginekolog tek tjetri dallojnë. Disa si janë më të prirë që t'japin terapi, vitamina më tepër, disa më pak. Vitaminat janë suplemente, që do thotë janë plotësim e asaj që do të duhet mirëshin me ushqim. Nëse preparatet multivitaminoze i kanë gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme që i duan një gruaje shtatzan. Ato nuk janë të ndëmshme, mirë po mund të jetë pa nevojshme nëse ajo gruaja jeton shëndetshëm. Normalisht nga si merr të gjitha ushqimet. Po, nëse janë shëndetshëm, që thash në fillim, sa më shumë fruta, perime dhe lëngje, ujë, nuk e thash pije me gaz, dhe lëngje frutash, për shkak se me sheqer. Po, nëse e marrim 1 litër lëng frutash në dyqan, që është lëng pjeshke, nuk është pjeshke shtrydhme. Jo, bashkë e lexova një ditë një lang, më interesoi dhe ishte diku vetëm 12% pjesëmarrje e frutave. Pjesa tjetër përbërës të tjerë. Ato mund ta pini lëng frutash kur ulen në një restorant me shoqëri ose me burrën e saj, mirë po kur ta ha frigoriferi nuk duhet ta krijojë idenë që është më shëndetshme që ta marrin një lëng pjeshke ose portokalli për shembull. Mirë po ujë dhe fruta. E tash vitaminat, mineralet janë këto ushqime. Është gabim nëse mirën suplementet, vitaminat, dhe në anën tjetër jeton merr ushqime të pashëndetshme, qoftë pica, hamburger, ushqimet që i thash në fillim që nuk rekomandohen që të mirën nga një grua shtatzan. Prap, shtatzania nuk duhet të medikalizohet, bimedikalizohet. Vitaminat janë të mirë se ardhura, por mund të shohet pyetja janë të nevojshme nëse ajo konsumon mjaftueshëm fruta, perime dhe ujë. Sepse në shumicën e rasteve shohim që përshkruhen, do të thotë, preparatet ndryshme, vitaminat ndryshme, të cilat merren për një kohë ato nuk janë të dëmshme. Ato nuk janë të dëmshme, janë plotësimi i nevojave që i ka organizmi, ato vitamina mund të mirën edhe me ushqime të zakonshme. Përjashtu acidin folik. Acidi folik është diçka patjetër që duhet mirë. Ka në ushqimet e përditshme acid folik, mirë po si vitaminë shkatërrohet shumë lehtë gjatë përpunimit të ushqimit dhe duhet të jetë doza 400 mikrogram, është doza e rekomanduar që duhet mirët për një tek një grua shtatzan. Një tjetër shqetësim i femrave janë çështja e strijave. Ka preparatet ndryshme në treg, mirë po nuk e di sa janë të efektshme ato dhe sa duhet pas kujdes që trajtohet lëkura nga fillimit e shtatzanisë. Ka shumë rëndësi që të trajtohet në mënyrë adekuate lëkura e shtatzanisë. Me kalimin e muajve do të shfaqen ndryshimet kozmetike në lëkurë, që janë strijat në pjesën në anash barkut, në pjesën e kofshëve dhe në pjesën e sipërme të gjoksit. Formohen çdo vrag që e ka pas shtatzana paraprakisht, edhe në femëri ndoshta, merr ngjyrë kafe të errët. Prej kërthizës së poshtë formohet një vijë ngjyrë kafe e errët. Teni i fytyrës është më i ashpër, flokët janë më të dendur dhe çimet në trup shtohen. Pyetja konkrete juaj për strijat janë fenomen mekanik, do thotë për shkak të tendosjes së lëkurës, bëhen të dukshme shtresat më të thella të lëkurës dhe pomadat antistrija ndikojnë shumë pak.
është rekomandohet që të bëhet trajtimi adekuat i lëkurës, që në kupton lyrja e lëkurës me yndyrë, me losion, ose me pomada sa më hidrante, mirë po pomadat antistria, efektin antistria e kanë shumë të ulët. Kjo varet nga konstitucioni i asaj, i organizmit, i lëkurës asaj gruaje, mirë po lajmi mirë është që me kryen e lindjes, ato stria zbehen dhe zhduken. Shpesh është të zënat lehonat, më thënë që jo, nuk zhduken. Normalisht organizmi i tyre mund tjetë shumë i përafërt me ato që kanë pas për para shazënis, mirë por jo i njëjti, mirë po strijat zbehen dhe dikur me vonë do të bëhen edhe pak të dukshme. Edhe në qoftë se humbet pesha, kuptohet? Edhe në qoftë se humbet pesha, patjetër. Po, pas një lindje, është shumë e rëndësishme gjendja e një nëne më pas. Ekzistohen edhime dhe stresi, depresioni pas lindjes. Pse ndodh kjo dhe si duhet eliminuar? Pas lindjes, shpesher ndodh, në fakt, depresioni shkolla mesme, shkolla fillesore është, ne i themi, melankolia pas lindjes, depresioni është një shkollë pak më avancuar, dhe shkolla tretë është psikoza postpartale. Melankolinë pas lindjes e kanë 80% e lehonave. Do thotë, për 10 lehonave, 8 lehonat janë ato gratë që lindin. 8 për e tyre do ta kenë këtë problem. Nuk kanë arsye. Mund të jetë kryesisht pa arsye. Bebi është mirë, nëna është mirë, ambienti është shëndetshëm familjar, mirë po lehona nuk e ndin veten mirë. Çan pa arsye, mbyllet në vetvete, mbyllet në dhomë, refuzon të komunikojë me tjerë. Kjo është melankolia pas lindjes, dhe duke qenë që është shumë më shpesh, mirë të dhe si normale, dhe është zbehet me kalimin e ditëve. Është mirë që të mbahet kontakti afërt me mjekun, mirë që të adresohet ky problem. Kjo mund të konsiderohet normal për shkak se ditë e para pas lindjes, bebi arrin familje, paraqet ngarkesë shumë të madhe psikologjike për gruan, për lehonën tashmë. Për shkak se bebia nuk e din kur është ditë, kur është natë. Ka mundësi që gjithë natën çan dhe gjithë ditën flan, ndërkohë që gjatë ditës lehona është duke prit mysafir që vinë për të haruar për lindjen e bebes. Dhe kjo me kalimin e ditëve të javëve ngarkon edhe fizikisht edhe emocionalisht atë grua. Mirë po është mirë që të mbahet kontakti me mjekun dhe të tregon këto ankesa. Ankesa tjetër që nuk dua ta harroj ta cek është gjakderdhja. Nëse ka me pas rrjedhje ditën mbijem, është normal nëse kanë, ne themi lohje, është vetë pastrimi i mitrës. E ato nuk janë ujë, por nuk janë gjak, është kanë ndërmjet. Nëse sasia e rrjedhjes do të jetë shumë e madhe, kjo është një komplikim shumë serioz, duhet të mbahet kontakti me mjekun dhe shenja e tretë është rrjedhja në sekreti me ngjyrë të verdhë, gjelbër që kundërmon. Është shenjë infeksioni, nuk ka të bëjë me higjienën e asaj gruaje. Nuk duhet humb kohë që të thotë ndoshta diçka unë kam gabim, mirë po duhet komunikohet me mjekun. Ku i shtohet edhe ethja, temperatura dhe sekreti me ngjyrë të gjelbër që kundërmojnë, është shenjë serioze të infeksionit, kështu që edhe në javët e para pas lindjes duhet të mbahet komunikimi me mjekun. Sigurisht edhe pas lindjes janë edhe vizitat rutinë të parat, sigurisht që duhet bërë, që besoj që femrat tani nuk janë shkalojnë. Jo, është dukuri që gjithmonë më shumë po vëdësohen, tash edhe lehona, mirë po shumë me interes të thuhet që edhe burrat e kanë gjithmonë më shumë e marrën shtatzanin edhe lindjen si përgjegjësi të përbashkët të çiftit. Jo vetëm obligim ose përgjegjësi e gruas. Po duhet ta them që vizitat pas lindjes janë gjithmonë më të shpeshta, bile po bëhen rutinë. Haruam që ta përmendim kur vjen momenti i lindjes, do thotë edhe pse vazhdimisht thuhet që lindja normale është ajo e preferuara, si po vazhdon trendi me qenë se ju punoni edhe në klinikën e ginekologjisë, ka më tepër lindje normale dhe po kërkohet më tepër që të bëjnë lindje normale nga vetë nënat? Lindja me operacion ka dalë si alternativë për ta zgjidhur një problem. Qoftë problem të frytjes dhe bebia. Dhe përqindja e lindja me perisezariane është problem jo vetëm tek ne, por problem në gjithë botën. Mirë po duhet ta them që lindja me rrugë vaginale rekomandohet. Thotë ka më pak komplikime, është më e lehtë dhe më e sigurt edhe për nënën edhe për bebin. Kështu që lindja me operacion paraqet bart me vete mundësinë e komplikimeve shumë serioze, edhe pse thatë edhe ju që përqindja atyre është në rritje. Jemi në fund, cila do të ishte këshilla juaj për të gjitha ato nëna, ato familje, nëse mund themi, që duan të kenë bebe të shëndetshme? Këshilla ime është të vazhdojnë të përfillin rekomandimet e mjekut ose të personit që mirret me përcjelljen e shtatzanisë, të
të mos e konsiderojnë shtatzanin si një sëmundje dhe shqetësimet emocionale t'i marrë si diçka që shoqëron shtatzanin. Tek një grua, shtatzan fillon të zhvillohet instinkti i nënës. Dhe nëna gjithmonë e çon mendjen keq për krijesën e vet, për frytin e vet. Kështu që edhe këto fillojnë e bëhen merak për beben që akoma e kanë në barkun e vet. Është normal. Do të kenë ndjenja të tilla, do të kenë merak për krijesën e tyre derisa të bëhet burrë ose grua 40 vjeç. Kështu që të mos e marrin nëse kanë një shqetësim emocional, duhet të ketë diçka keq me shtatzanin. Le ta trajtojnë shtatzanin si një proces normal në jetën e tyre, të shohën këta muaj të kësaj shtatzanie. Doktor, faleminderit shumë që dhat këto këshilla për shikuesit tanë. Duhet t'ju falenderoj edhe një herë për mundësinë që na jepni që të bartim informacionin tek shikuesi juaj. Faleminderit ju. Patjetër.